Procedura, a kishe dyshime ti, mendoje që do t'i mersh dokumentat apo sikurse herave tjera? Qatë shumë jam koni dëshpërumën. Por deri në atë moment që e kom marrë letër njoftimi, do të thonë jam kon nuk i kom besu askujt. Për shkaqe që mu ka dasht, nuk e di, një dekadë ose 2 dekada mu marrë veç me një punë. Qas mu pa ta lodhë, mo ty. Nuk mu isha mu as me kuptu, a është për një me apo jo. Tash, te na që kjo pak komentohet pak negativisht. Se njerëzit mujnë me thonë, apo hasë nuk është që ke buku me di se qka. Po për mu kanë shumë qka. Jo për mu, për 14.000 banorë të luginës Preshevës që jetojnë dhe veprojnë në Gilan, për ata është gjithçka. Veç ata e dinë se shka është kjo. Për mërgata mos flasme, dhe me thonë. Mërgata shkojnë në mërgim edhe ondrat edhe jetën e dojnë në Kosovë. Edhe kur të vinë, kjo është njëna pe atyne që i kthem mrapa dhe ja hupi jetën edhe njëherë ma shumë. Kështu që mu më kanë falimderu gjithë ata që nashti pas kam pas me orë me një emision, pa e kam pas, është, që me thonë, frika, sa po ndikon, kush po lëndohet, kush po lëndohet. E kam problem edhe njerëzit të paraqiten në emisione për shkak se... Ndërsa unë se kom pas problem se kush po lëndohet, se në fakt jam ko ma lëndu me unë. Nuk kon që jam bo shumë marak për institucione në Gilan, apet, edhe kështu edhe pse jam pa ish me dokumenta, prap, nuk është një farë mendimi që sa dura me shku dhe mi u falemndru aty, nësa ata u dasht me kohë me kry këtë punë, nuk u dasht me arë puna deri në për emisiona, në për intervista poshtë e nalë, me gjitha to, falemderit për teje, për emisionit tëndë, falemderit tash edhe për aty një që për në me më kanë të regu se ku duhet me kry punë, kështu që falemderit për ketë njerëve, ata që më njohin, e falemderit shumë edhe shushnin, sidomos e kam një shok special, është një farë Musa, ata e falemderit shumë që ai të në kohën më kanë dëgju, kërë më kohë i këto halla, para se me morë letër njoftimin, dhe me thonë, ai më kanë ngu si fëmija, po kupton, për shkak që njëjtin problem, paraforësisht e ka dhe ai. Fitem, na përshkruani krejt në fund momentin që mort lajmin që ti je bo me dokumenta identifikues. Qysh me ta përshkru? është një përshkrim, një diçka, sigur, është një farloj kumni për njerëzit të thonë, ka pas një vdekje klinike, ai nuk ma shumë u gëzu kur u qu se sa që ka lindë. Edhe unë ma shumë kur kom lindë nuk e di, se si më gëzu kur kom lindë, ma shumë më gëzu kur e kom marrë letër njoftimi se sa që kom lindë. Atëherë një mesazh krejt në fund për gjithë shikuesit tanë që na shikojnë emisionin Rrëfimit. Për shikuesit falenderoj shumë gjithë, edhe ata që e kanë përcjell emisionin tënde, sidomos intervistat e mia. Faleminderit për ata që i kanë komentuar mirë, edhe i falenderoj këtë njerëzit që, domethënë, që kanë njohin për rrethinin. Megjithatë, faleminderit edhe për institucioneve më në fund që kanë reaguar ashtu shpejt, po njëkohësisht kisha pas një mesazh me çute të institucionit, sidomos po foli për komunës së Lozvi. Le t'i marrin njerëzit më serioz, le t'i marrin ata që kanë halle, edhe le t'i orientojnë, edhe le t'i kallëzojnë se çka duhet. Mos t'i maltretojnë njerëzit se është një diçka personale e vetja që s'u jamon kërkosh. Faleminderit shumë e të dëshirojmë sukses. Faleminderit shumë e juve.